Hello yje, sot make-upin nuk do ta bëjmë në shtëpi, por në një ambient krejt tjetër. Do ta bëjmë në makinë. Unë jam mësuar që make-upin tim ta bëj në makinë gjithmonë, por e filmoj shumë rrallë, pra pothuajse fare. Sot u zgjova vonë siç u thash dhe bëra vetëm skincare në shtëpi, edhe make-upet i mora thjesht kështu kot mo. Hajt mo ti kem një herë thash, se di si do ma japi mendja ime dhe mund të bëj make-up. Nuk e di për ju, por mua në ditët më të rëndësishme të jetës time gjithmonë kam pasur poçra, gjithmonë më dalin. Në ditët më normale fytyra ime është qelq, xham, çfarë t'ju them, ndërsa në ditët më të rëndësishme, siç ishte për shkak para 2 vjetësh edhe kur kisha fejesën, më ndodhi po i njëjti problem. Më mbush fytyra plot me poçra, plot me akne, temperaturë e brendshme, nuk e di ndoshta nga stresi, nuk e di nëse më ndodh vetëm mua, po është një gjë që kur i shikoj aq më shumë stresohem. Edhe arsyeja pse vura make-up sot kjo ishte, u mbulova pak me korektor, bëra një make-up shumë të thjeshtë pasi të shkojmë për të zgjedhur këto detajet e fundit të dasmës, siç janë disa gjëra që duhet të blejmë për në shtëpi për të pritur njerëzit, edhe gjithashtu për të zgjedhur tortën, shijen e tortës. Unë nuk e kam zgjedhur akoma, por shkuam për të zgjedhur tortën nga ana e dhëndrit, pra nga ana e bolit, edhe thash që Aleksandra, jo, ti nuk të dalesh kështu, do ta mbash një çik veten se ke lënë veten krejt pastore, dhe mundova të bëja një make-up pak të lehtë, korektor, disa xixa pak të syt, buzët nude, siç di unë t'i bëj gjithmonë, pra besoj se të gjithë ju jeni mësuar me këtë make-upin tim, se edhe unë këtë rutinë kam, bëj një make-up bazik aty dhe kaq, kam gjetur rehat me këtë. Me qira fjala këtë paletën unë e kam shpëtim, e kam 100 milion përdorimshme, e përdor dhe e fus në punë kudo, mjafton të marr vetëm atë. Edhe kush më njeh mua e di shumë mirë se sa unë përtace jam, edhe me bronzer bëj edhe syt, bëj bronzerin, konturin e fytyrës, çfarë të lloj gjëje që është e mundshme. Highlighterin e vendos edhe si highlighter, edhe si eyeshadow. Këtu do shikoni këtë rimelin tim që është shkatërues. Kam bërë miksim me rimelesh, pasi ky bluja, siç edhe ju kam thënë më përpara, më doli shumë skandal, nuk më pëlqeu fare, edhe unë mora furçën e atij të parit. Nuk e dini nëse juve ju pëlqejnë video të tilla nga unë, nëse doni të shikoni video të tilla, mua më pëlqen shumë t'i bëj. Doja t'ju thosha gjithashtu që asnjëherë mos harroni të shprehni mendimin tuaj në koment, pasi mendimi juaj vlen shumë për mua. Mos harroni të bëni like dhe follow. Paçi!